studio kam një njoftim zyrtar hyni në rrjetet sociale me që Kanal 10 dhe gjitha mediave keni foton e një 10 vjeçari që ka humbur pa gjurmë në fushë Kosovë. Nuk kemi më shumë detaje nëse ka humbur sot mëngjes apo në ndonjë kohë tjetër, por ajo është pardime që 10 vjeçari Aurel Krasniqi zhduket pa gjurmë në fushë Kosovë. Familja ka alarmuar policinë, dhe policia në fakt që ka kërkuar bashkëpunimin e mediave. Hyni dhe shihni foton e Aurelit 10 vjeçar, natyrisht një fëmijë shumë i bukur. Kushdo që është në fushë Kosovë, le të bashkohet ndonjë aksioni, besoj që sot do të organizohet më njëherë ndonjë aksion i gjetjes së fëmijës. Natyrisht gjithmonë bashkëpunim me policinë dhe me autoritetet e sigurisë. Siç në foton se nuk do të mbetet në rrjetet tona sociale. E përsëris edhe një herë, patëm rastin e Alpit në Gjilan, një punë mrekullueshme u bë me djalin autik, por shpresoj që natyrisht mediat dhe sidomos njerëzit që prej vullnetit të mirë bëjnë shpërndarje në rrjetet sociale në momentin e gjetjes së këtij fëmiu të fshin foton, sepse po e them edhe një herë, shumë e ndjeshme kjo çështja e privatësisë së fëmijës. Fëmijët kanë të drejtë që çfarëdo që u ndodh në fëmijëri të mos mu mbetet peng, të mos u mbetet çështje të cilën e vuajnë pastaj gjithë jetën duke e kujtuar. Kështu që me shpresën që Aureli të gjendet sa më shpejt, natyrisht me shpresën që njerëz të vullnetit mirë do të bashkohen sot atje në fushë Kosovë dhe do të shkojnë e do ta kërkojnë. Shpresojmë që gjithsesi do të ketë rezultat pozitiv.